U kthejmë në studio për të folur edhe për temat që kanë të bëjnë me jetën sociale në vendin tonë, por fillimisht do flasim për një libër i cili është vëllimi i tretë i autorit Labinot Konjushevci, i cilin e kemi të ftuar në studio. Labinot, faleminderit shumë që pranove që t'jesh pjesë e Infodes. Faleminderit nga që është e ime. Unë sapo kam pa kornizën e librit, më ka tërheq fillimisht titulli, Labinot. Pse ky titull dhe çka është tematika e librit? Po titulli Pasionet e idiotëve nuk është i rastësishëm, sepse ne shpeshherë përdorim termin ose kualifikimin idiot me qëllim për t'i fyer inteligjencën dikujt, edhe zakonisht e kualifikojmë si një person që ka inteligjencë të ulët mendore. Dhe më thonë, unë e kom të kalu këtë nivel, sepse unë nuk flas për idiotin si një person me një IQ të ulët, i cili ka nevojat veçanta ose nuk ka zhvillime të mjaftueshme mendore, mirë po më flas për idiotin si një autoritet në shoqëri. Pra, është libër sociologjik, i cili përmban ese të ndryshme, fillimisht është botuar në vitin 2023, ka pas karakter eseistik, dhe më thonë vetëm narracione, shpjegime sociologjike, ndërsa ta zhvillimi i tretë i përmban gjithsej 27 tema, dhe është bën një kombinim ndërmjet temave që janë vetëm narracion, shpjegim, dhe temave që burojnë nga hulumtimet shkencore të cilat unë i kam zhvilluar. Dhe ndoshta dikush me të drejtë mundet me thonë, po shiko, vëllimi i tretë pas ka shumë tema dhe pas ka trajtuar edhe tema shkencore, historike, etj, që nashta nuk bien në domenën e idiotëve. Edhe shpjegimi ma konkret për këtë është sepse idiotët i krijon shoqëria, i promovon media dhe i fuqizon politika. Dhe unë me këtë libër, dhe më thonë me vëllimin e tretë, kom arrit me tregu se si idioti arrin me kriju edhe sistem, edhe kulturë, edhe ideologji, edhe me qenë pjesë e elitave, edhe me dominu në krijimin e opinionit publik, me caktu standardin e jetesës, një farformë me mirëqenia varet shpeshherë edhe prej idiotëve, sepse ata kontrabandojnë pozita, zënë pozicione të larta në shoqëri, edhe kanë fuqi vendimmarrëse, kanë pushtet, dhe edhe ndonë se ata duken kështu elegant, pra vetë kopertina e librit tregon që ata mund duken elegant, mund t'i paragjykosh në pamje, mund të mendosh që janë njerëz të përzgjedhur, njerëz të arritur, njerëz me arritje akademike, politike, etj, mirë po në thelb janë destruktiv, janë inatçor, janë refuzues ndaj sistemit vlerave humane, edhe janë shpeshherë kamuflues të veprimeve që i bajnë. Sa kemi idiot në për institucione, në për media, njëtën tonë të përditshme? Po, idiotët shumëzohen si baktere, janë prezent kudo. Pra thë që kemi me bollak. Kemi me bollak, janë specie në rritje, fatkeqësisht, sepse po të ishin specie në zhdukje, vëllimit i tretë nuk do të ekzistonte. Pra, libri vazhdimisht po përditësohet me karaktere, profile, fenomene që i prodhojnë idiotët dhe ka ardhur deri në këtë vëllim. Kështu që ata janë prezent, pra kemi idiot në pjesën akademike, unë flas për raportin student-universitet, student-profesor, pra elitat akademike që ne shpeshherë mitizojmë dhe i glorifikojmë, krijojmë iluzione për ta, ndërsa në thelb nëse studion veprimtarinë e tyre, qëllimet e tyre, e sheh që thelbësisht janë idiot. Pra pjesa akademike, pjesa politike po ashtu, flas për politikan, flas për pseudo-patriotizmin, për hajdutet e fshehur që fshihen në maskën e patriotizmit, ndërsa në thelb janë njerëz që funksionojnë me logjikën e korrupsionit, flas për elitat fetare, që fatkeqësisht në mesin e tyre kemi po ashtu, njerëz që identifikohen me vlera të tilla, flas po ashtu edhe për mediat, flas për jetën shoqërore në përgjithësi, për jetën kulturore, besa edhe brenda familjeve. Pra është idiocia nuk është fenomen i izoluar, është prezent kudo dhe janë të ndërlidhura këto njëra me tjetrën, kështu që jam munduar me tregu raportin ndërmjet personit njeriut inteligjent dhe njeriut idiot. Se shpeshherë njerëzve ju them, lexoje librin sepse kemi gjetë veten, edhe ai në pamjet parë paragjykon, thotë mos jetu aludu që unë jam njëri prej idiotëve që ka me gjetë veten libër. Edhe unë i them që ti ose je idiot ose je inteligjent, sepse këtu flitet një raport konflikt mes dy profileve, karaktereve dhe dimensioneve të ndryshme. Pra duke e lexuar ti mundesh me përfytyru
plot fenomene, raste, kualifikime, përvoja që na ndodhin në jetën e përditshme, por nuk është libër filozofik, nuk është libër abstrakt, nuk flet për gjëra të paprekshme, domethënë e shpjegon realitetin social në detaj. Si duket ti i ke prek të gjitha këto tema që neve çdo ditë hasim, çdo ditë shohim njerëz që shkojnë edhe në ekstremitetet fetare, shohim njerëz të cilët merren me korrupsion çdo ditë duke u maskuar tek njerëz patriot ose tek njerëz të cilët ja dojnë të mirën këtij vendi, që neve edhe sot po ballafaqohemi me një blokadë politike për shkak të këtyre patriotëve, të cilët po flasim edhe në librin tënd, kështu që sa ka qenë e vështirë, Lab, që me mujt, me identifiku të gjitha këta njerëz të cilët duken se janë njerëz të mençur, po që mbranda e kanë atë idiotizmin të imi. Po, nuk është e lehtë, kërkohet inteligjencë kogja theksume për me arrit me demasku një person. Mendoj se edhe për të qenë idiot, duhet pak t'jesh inteligent. Po, është inteligjencë djallëzore, sepse këta janë idiot, jo në kuptimin tash të inteligjencës mendore të oltë, por janë të shkath në manipulim. Dhe kjo është një lloj inteligjencë, domethënë shkathësia për me manipulu, për me kamuflu, për me mashtru, domethënë është karakteristik edhe instrument edhe fuqie e njerëzve idiot të tillë. Kështu që nuk ka qenë lehtë fare, sepse unë flas për shumë karaktere, për shumë fenomene, për shumë përvoja, duke filluar edhe nga përvojat personale, pastaj edhe për përvoja tjera shoqërore. Kështu që njerëzit kur e lexojnë një libër, ata e kuptojnë si dojnë vetë. Pra kuptimi është tërësisht subjektiv, po natyrisht ka pas kritika, ka pas lavdata, ato i marrësit mirëqena. Mirë, po është mirë me u lexu për shkak se arrin me i kuptu shumë gjana për cilat na shpesher jemi në konfuzion, jemi në dilemë, nuk i kemi qarta definume, edhe kur e lexojmë këtë libër e kuptojmë sociologjikisht se në thelb, domethënë ku qëndron problemi, edhe ofron zgjidhje pragmatike, domethënë për shumë probleme, kështu që nuk ka qenë lehtë sepse është dashur me përdor domethënë logjikën, është dashur me përdor sensin sociologjik, me përdor referenca, me përdor metaforat ndryshme, kështu që kam një stil pak më të veçantë të shkrimit publik, edhe është libër i kapshëm për mentalitetin shoqëror. Domethënë nuk është që përmban ai terminologji tron për me kuptu, besoj që duke filluar prej gjeneratës adoleshentëve tutje munden me lexu dhe me kuptu pa problem. Inderum, ju me profesion jeni sociolog, pra edhe duke ditur gjendjen në cilën po ndodhet vendi jonë, pra kemi shumë kriza si ekonomike, kriza politike, sociale, sigurisht edhe njerëzit shpesh herë bien të pështetur për mburje, një farë mënyre se nuk mund t'i kalojnë as gjysmën e mujit me këto financa për shkak të gjendjes së krijuar ekonomike në vendin tonë. Nga ana sociologjike, si e shpjegoni juve, sa është e vështirë kjo situatë për njerëzit të cilët jetojnë në Kosovë dhe se nuk po kanë zgjidhje se çka me bë, edhe qysh mi ja dalë që edhe pse punojnë nuk mund t'i kompletojnë të gjitha shpenzimet që duhet të bëhen në këtë muaj të cilën ndodhen. Po, sigurisht që depresioni shoqëror shpesher vjen prej krizës ekonomike. Dhe ekonomia është thelbi i jetës, edhe mirëqenia jonë varet nga ekonomia. Kështu që në një shoqëri si e jona, ku rrezikohet mbijetesa, rrezikohet ardhmja, pra një shoqëri e pasigurt për të ardhmen, është një shoqëri depresive. Është një shoqëri e pasigurt, është një shoqëri në ankth, dhe është një shoqëri e cila është buzë falimentimit, dështimit ose dëshpërimit total. Më kujtohet një ulëmtim që është bërë me mbi 50.000 respondentë në botë, edhe ku kanë marrë pjesë në ulëmtim shtetet e zhvilluara dhe të pazhvilluara, dhe ka qenë një pyetje ulëmtimit aty se në çka besojnë njerëzit mas shumti, dhe ka rezultuar që në shtetet e zhvilluara, sidomos perëndimore, njerëzit mas shumti besojnë në institucione. Ndërsa në shtetet e pazhvilluara, njerëzit mas shumti besojnë në media, besojnë në elita që promovohen në intelektuale kështu me radhë. Dhe kjo tregon diçka. Institucionet janë ato që marrin vendime. Nga vendimet caktohet standardi, dhe nga standardi varet mirëqenia. Pra, problemi ekziston tek vetdia institucionale. Ne si shoqëri nuk kemi vetdije institucionale.
Pra nuk e vendosim institucionin para çdo interesi, favore, privilegja, reputacioni tjetër. Dhe kur na e krijojmë një farë, e breshtsojmë raportin tonë me institucionin, tregon kjo që na jemi indiferent, edhe nuk kontribuojmë në institucion, edhe natyrisht edhe institucioni pastaj e shfrytëzon këtë indiferencën tonë, edhe mos reagimin tonë, izolimin tonë, ose status quo-n tonë, domethënë komfort zonën tonë, edhe nuk na i plotëson nevojat themelore që i kemi ne. Sepse po flasim për një situatë shumë kritike, për një inflacion në rritje, për një fuqi blerëse në rritje, dhe për pagat cilat nuk janë harmoni as me vetë dignitetin e punëtorit, se le ma me nevojat aktuale të ekonomive familjare. Pra po flasim për dy gjana, është një krizë ekonomike e cila e fyen dignitetin e punëtorit, dhe është një krizë ekonomike e cila njëkohësisht edhe e vështirëson shumë edhe vën në siklet të madh një ekonomi familjare. Dhe kjo çon në depresion. Në depresion social, po. Lavina, ti e për më mbledhe një farë mënyrë të gjithë të gjënë dhe se le ndodhë mirë, po qysh nga pavarësia, po flasim, e deri në këtë kohë. Sa kemi ba neve që mi ju siguru njerëzve një mirëqenje sociale, që mos më ardhë deri te ky depresion social, pra, që është shumë i rrezikshëm, do se shumë pak fjalë mundemi me shpjegu, mirë po shumë i rrezikshëm nëse i shohim njerëzit se si ballafaqohen. Është i rrezikshëm edhe për vendin, sepse në një farë mënyrë çon edhe drejt hapave të largimit të vendit, duke ditur se nuk ka një mirëqenje sociale në vendin ku ata jetojnë. Po, jo vetëm prej pavarësisë e tutje, po ndoshta që prej pas luftës, Kosova është një vend i vogël, demografikisht, edhe territorialisht, mirë po është një vend shumë i pasur me resurse. Dhe në Ballkanin jemi si një vend që kemi resurse të jashtëzakonshme për çka na kanë zili edhe shumë popull. Kështu që një vend i vogël, me shumë resurse, ndaj të cilët janë derdhë me miliona dhe miliarda donacione, fonde, ndihmat ndryshme humanitare, grante, subvencione ndryshme, qofshin ato nga BE-ja, qofshin ato nga mërgata shqiptare përmes remitencave, qoftë edhe nga buxheti që i kemi akumuluar si shoqëri nëpërmjet taksave, dhe kur e shet domethënë këtë bollok, këtë begati kaq të madhe që i kemi pas, dhe në anën tjetër rezultatin kaq të dobët ekonomik, domethënë e shohim një farë disbalanci të madh, kjo tregon që këtu ka ekzistuar domethënë një korrupsioni është bë gangren. Sigur gangrena që funksionon në organizëm, po ashtu edhe korrupsioni, sepse nuk ka logjik gjithë këto investime që janë bërë në letër, në deklarat, në nënshkrim, në proces verbal, mos me qenë njëkohësisht edhe në rezultat, edhe në përjetim, edhe në transakcion. Dhe mendoj që nuk kemi vujt na për mungesë të fondeve, për mungesë të mjeteve, por problemi ka qenë tek menaxhimi i resurseve njerëzore, tek njerëzit jo adekuat, të cilët për shkak të ambicieve tyre personale edhe egoizmit të tyre që është shpreh pastaj në favore, në privilegje etj, i kanë keq menaxhuar ato dhe qytetarin e kanë lënë në margjina. Pra mendoj që qytetari është totalisht i vjedhur, i manipuluar dhe shpesh herë me tru të shpërlar, sepse një shoqëri e tillë, korrupsioni është kaq i sofistikuar, sa që me të vërtetë është shumë vështirë me zbulu, me demasku dhe me vedisu një shoqëri ose një popull për me kuptu që me të vërtetë këtu është duke u vjedh, nuk është duke pas mungesë të mjeteve ose kontributeve ose diçka e tillë. Pra është një vjehull që është goxha vështirë me zbulu, mirë po mendoj që shoqëria, kultura duhet me kontribu në këtë aspekt që me kuptu se kriza vjen pra nga keq menaxhimi dhe jo nga mungesa e resurseve. Po, që të shpallemi si vendi më i lumtur edhe më optimist. Qish ka mundësi? Kjo është paradoks, po, sepse po ne jemi shpall populli më optimist në botë në një anketë, në një hulumtim, pra optimist, çfarë optimizmi, çfarë shpresë? A ju besojnë njëve shumë njerëzve se... Mendoj që jemi popull iluzor, kemi shumë iluzione, edhe shpesh e ngatrojmë iluzionin me shpresën. Edhe shpresa është një mekanizëm për me mbjetu, mirë po jemi shpallë edhe ndër vendet më të lumtura në botë, në hulumtimin e vitit 2024, edhe kjo është totalisht paradoksale, do me thonë që është mundet një vend me një GDP kaq të vogël, në një krizë kaq të thellë, me një migrim kaq shumë të shprehur, edhe me një shoqëri kaq depresive, ku terminet për me vizitu një psikolog ose neuropsikiatër zhasin me muj, nevoja për shëndet mendor, po flas, që vjen pikërisht nga kriza,
edhe njëkohësisht në anketë me dalë shumë i lumtur, shumë optimist për tashmen edhe për të ardhmen. Është një farë paradoksi, nuk e di mas pari a jemi të sinqert në hulumtime, apo shtiremi, kamufluemi edhe jemi inferior, veç mu të regu që jemi shumë ma të zotë edhe ma shkath edhe ma të mbjetushëm, për ndryshe unë nuk është që ju besoj, dhe më thonë, rezultateve tilla, sepse ne kemi pa që edhe varet me çka e matë lumëtërinë, sepse ndoshta një faktor që e bën të lumtur një shqiptar, një finlandez, një kinez, një irlandez, e bën diçka tjetër, lumëturia shumë relative. Plus nëse flasim për disa popull që kanë dalë ndër popujt më të lumtur në botë, sidomos në Evropë, nëse flasim për Finlandën e do shtete skandinave, unë kam hulumtuar dhe e kam cekë edhe në libër, që nëse hyn statistika edhe kemi u bindë që ajo në vërtet është një lumturi farmaceutike, sepse janë një shoqëri që përdorin shumë antidepresant. Dhe një shoqëri që përdor antidepresant nuk është e lumtur. Artificialisht po, sepse përdor antidepresant, qetësues që janë një lloj droge, e cila stimulon hormonin e serotoninës, mirë po është tërësisht artificiale. Është e futur në mënyrë artificiale. Do më flasim vetëm për lumturi reale, natyrore që vjen nga puna, nga aktiviteti, nga motivi, nga rezultati, suksesi, harmonia në raport me tjetrin. Besa dhe shqiptarët në këtë pikë qalojnë, sepse edhe shqiptarët janë përdorues të antidepresantëve dhe shpesh edhe abuzohet me ta, sepse shumë probleme që i kemi ne, qofshin psikologjike, sociale, kulturore, kemi potencial mi të i kalu ato nëse i zhvillojmë disa lloje të inteligjencave. Inteligjenca më e njohuar është inteligjenca emocionale, që njëkohësisht është më e fuqishme, edhe më e rëndësishme se sa IQ-ja. Dhe shpesh njerëzit nuk e përdorin potencialin që e kanë dhe bën të varur nga një antidepresant kronik, pastaj kalon në kronik, edhe në farforme ai nënshtrohet logjikës farmaceutike dhe kjo nuk është lumturi. Ai mundet me u shpreh i lumtur sepse ndjen një farë gjendje kështu të qetë, psiqike, emocionale. E ka një farë balancë, një farë ekuilibri kështu psiqik, mirë, por nuk është lumturi. Në momentin që përdor antidepresant, nuk je i lumtur, realisht. E vërtet. Laminat, mu më interesan shumë se edhe nëpër media ju japim hapësirë disa njerëzve që ndoshta edhe nuk është dashur të japim hapësirë. Kur them nuk është dashur për shkak të mesazheve që ata shpeshherë përçojnë nëpër media. Qofshin ata mesazhe edhe të rrezikshme. Ju japim hapësirë disa njerëzve të cilët në shikim të parë nuk duken ashtu si idiot që shi paraqet edhe ti në libër, mirë po duken si njerëz të cilët kanë një vizion jetësor, pra kanë ardhur për me thonë diçka, po ndër fakt nuk thojnë asgjë, edhe thojnë shumë gjëra të këqija që ndikojnë njerëz zakonisht keq tek popullata të cilët e shikojnë dhe e marrin të mirë qenë atë se çka thot ai njeri. Sa ka njerëz të tillë nëpër mediat kosovare që fenomen që besoj që gjithsesi duhet të zhdukur për të pasur një shoqëri të shëndosh. E vërtet, dikur kriteri për të bë këngëtar, për të bë sportist, për të bë artist ose shkrimtar, autor, etj, ka qenë kriter shumë i vështirë, shumë i panegociueshëm, i pa kompromis. Dhe më thonë nuk ka mujtë gjithkush me bë as figurë publike, as njëri me autoritet, as njëri famshëm popullor senzacional, as edhe me gëzu një farë lloj epiteti ku shoqënia e konsumon tash e kualifikon si një person që promovon vlera ose ka një titull siç i përmenda disa prej profesioneve, e tash kjo ka ndryshuar, sepse sot gjithkush po bëhet sportist, këngëtar, artist, autor, etj, sepse ka degradu dhe më thonë kriteri. Fillimisht na kemi bë kompromis me kriter dhe i kemi dhënë gjithkujt epitete, merita, kualifikime të panevojshme, të pameritume dhe të padëshmume. E para dhe dyta, tregu medial, shkylloj sistemi kapitalist, globalizmi kulturor, shpeshherë i ka fut mediat në një luftë për mbjetesë, në një luftë për dominim në opinion publik, edhe lufta për klikime, për tirazhe, për duke ndjek logjikën e senzacionit, shpeshherë ata i vënë në një farë situate ku duhen me ftu ose me promovu figura publike që janë senzacionale, por që në thellë nuk është që promovojnë një farë vlere shumë artistika, kulturora, ku ta diun një farë kontributi publik, mirë po për shkak se ka një gjuhë caktume që prodhon senzacion, prodhon viralitet edhe prodhon klikueshmëri në shoqëni. Ose thjesht pavarësisht prej cilësisë opinionit publik që e ka, ai domethënë ka me arrit me u bë figurë senzacionale. Njerëzit kanë me konsumu dhe kjo ka më kthy në profit.
ka më kthyer profit në një medje. Kështu që mediat serioze elitare që kanë thelb mision vetëdijsimin edhe krijimin e një lloj ndërgjegje kolektive, shpeshherë domethënë janë të çliruar nga ky kompleks. Domethënë nuk kanë nevojë për me mbietu në treg, me ftu idiot edhe me promovu në media, edhe me u dhënë hapësirë atyre me fakturizu, edhe pastaj ata në farforme me diktu edhe opinionin publik, me diktu edhe një lloj stili ose mënyre të jetesës që ndikon tek gjeneratat e reja, që shpesh nuk dinë me bë dallimin, nuk kanë mendim kritik, edhe kur e shohin një figurë publike për shkak të senzacionalitetit, për shkak të viralitetit, për shkak se ai mundet me qenë ndoshta edhe figurë që ka një karakteristikë që shfaq më shumë, mundet me u shndru në idol. Dhe shpesh këta edhe idolizohen në shoqëri, edhe shndrohen në mentor, domethënë shndrohen në mësues të gjeneratave të reja. Kështu që mendoj që në këtë rast përgjegjësia bie mbi vetë mediat. Se me çfarë kriteri po dënë me punu, edhe apo dënë me mbietu në treg veç me senzacionalizëm, edhe me idioci, edhe me klishe të përditshme, që janë riciklim, domethënë këto figura publike që na i shohim, që zotrojnë disa profesione, vetëm e riciklojnë njëri tjetër, nuk janë unik origjinal, nuk është që prodhojnë diçka të veçantë shoqëri, sepse njeriu matet në konkurrencë me tjerët, nuk matet me vetveten. Domethënë në raport me të tjerë çka kanë arritur me bë ata diçka të veçantë, atëra kjo mundet me qenë një argument shtesë që mundet me meritu një përkraje të caktuar me një figurë e tillë. Lavina, thonë pasha dhe një postim tonë që kështë bërë në lidhje me analistët që dalin në për studio televizive. A mundush me na sharu ma shumë rreth këtij postimi? Po, e vërtet është që... Këtë ditur që kemi goxha shumë analist. E vërtet është që shumë prej analistëve, nëse i pyet cilat janë kriteret ose instrumentet që ty të bojnë analist. Sepse për me qenë analist, kjo nuk kupton që ti duhesh me qenë analizues ose thjesht burimi i analizave shkencore. Pra nuk ka analizë nëse nuk ka shkencë brenda. Dhe shtrohet pyetja me çka analizojnë këta, me çfarë argumenti, instrumenti, me çfarë mekanizmi, cilat kriteri i përdorin për me analizu një fenomen, një dukuri. Domethënë, na çka shohim është që analistët e riciklojnë njëri tjetrin, janë produkti njëri tjetrit, edhe vetëm i marrin edhe i kamuflojnë, i modifikojnë ka pak mendimet e njëri tjetrit. Shpeshherë janë edhe konspirativ, sepse në media online ka shumë burime konspiracioni, edhe ata i marrin, i modifikojnë, edhe i kthejnë ata në opinion publik. Por që në fakt nuk janë opinionet të tyre personale, sepse duhet me qenë hulumtim shkencor, duhet me pas analizë, duhet me u bazu në dana empirike nga tereni, duhet me pas një mostër caktume, duhet me pas një metodologji caktume edhe me ofru diçka të re. Pra, kjo është banalizu edhe është basardizu shumë në tregun tonë, edhe unë personalisht nuk kam fare kurrishti me i dëgju, përveç se për kur du me ulumtu diçka, por dyshe nuk është të ndikoj në opinionin tim publik. Sot media ka burimet mjaftueshme të informacionet që janë kredibile, janë serioze, janë institucionale dhe përdorin referenca që emra të ndryshëm të mediave, edhe të shkencës, edhe analistë të ndryshëm që vinë, domethënë edhe nga media ndërkombëtare, edhe nga ato të Ballkanit. Kështu që nuk është mirë me u fokusu opinionin publik, me marrë vetëm nga disa figura që i shohim na ditë për ditë, natë për natë në për çdo studio televizive, edhe që nuk paraqesin kurrë diçka të re për opinionin. Një trend që është shumë i shfaqur në botë, po tash edhe tek ne është LGBT-ja, pra ndikimi i saj në jetën tonë. Qysh mendoni që ka ndiku tek neve? Tashmë, unë e kam pa një video dhe shumë kam qesh me ta, një nxënës nuk dike me i ba disa detyra dhe thjesht ja qoj një foto edhe i mur përgjigjet e gatshme, pra kejta asaj që fatkeqësisht ndodhe dhe në fakultet dhe në gjitha institucione. Që LGBT ka bët lumë tërmas shumë të njerëzit dembel, njerëzit parazit, njerëzit që pritojnë me lodhë trurën edhe me aktivizu atë inteligencën e vetë mendore që kanë, edhe që tentojnë me funksionu ose thjesht me marrë gjithçka të gatshme edhe të shpejt. Gatshme, të shpejt edhe efikase, aty për aty. Kështu që tash fundi e lexova një ulëmtim që është bërë në MIT Media Lab në Massachusetts të Amerikës, edhe aty janë përfshi dikon 53-4 studentë që kanë qenë përfshim në ulëmtim. Domethënë studentë që përdorin ChatGPT dhe studentë që nuk përdorin ChatGPT. Domethënë kanë studiu
si me thonë, kimin e trurit. Qysh funksionon trurit e një person që është i varur nga ChatGPT dhe për gjithçka bën pyetje, edhe gjithçka merr të gatshme dhe nuk e aktivizon trurin me gjithë zgjidhje logjike. Edhe ka dalë që ChatGPT e gërryn trurin edhe mendimin kritik. Edhe ai është shfaqur domethënë edhe nëpërmjet incizimeve, se çysh duket truri i të dy palëve të ndryshme. ChatGPT natyrisht që ofron mundësi të mira nëse përdoret për nevoja, si me thonë, nevoja më të avancume. Mirë, po është bërë trend edhe senzacion të na, sepse ChatGPT fillimisht është teknologji, e cila nuk mendon. ChatGPT nuk ka logjik, nuk ka imagjinat, nuk niset nga spontaniteti. Domethënë nuk është kreativ, nuk është krijues. Domethënë ChatGPT nuk është teknologji krijuese. Ai merr informacione, i përpunon edhe i shpërndan ato në mënyrën e vet, një farë lloj kreativiteti që ja ofron teknologjia, algoritmi, vetë industria, mirë po nuk është që krijon diçka origjinale. Domethënë e merr brumin dikon edhe pastaj me atë brum mundet me gatu diçka. Mu shpej kështu figurativisht. Kështu që njerëzit që përdorin ChatGPT kanë mendim kritik shumë adopt. Edhe kjo po vërtetohet edhe shkencëtarisht, po edhe në realitetin social. Edhe domethënë po marrin gjithçka të gatshme, edhe që kjo është rreziku që e stimulon plagjatin, kopimin, që e thatë me shembullin e detyrave, dhe është kogja sofistikuar që duhet me qenë shumë autorin për me ditë një tekst a është i shkruar logjikisht nga një person apo e ka marrë nga ChatGPT. Fatmirësisht unë që merrem me shkrim me arrim me dallu kur teksti buron nga ChatGPT apo kur dikush e shkruan vetë. Domethënë janë disa finesa kogja të holla në shkrim, në strukturimin e shkrimit, po unë arrim me dallu. Është tekst origjinal që vjen nga frymëzimi i një personit, siç mund na më shkruan edhe ti, apo është tekst i gatshëm që e ke marrë nga ChatGPT, edhe e ke ofruar ke shit si produkt tonin. Edhe e ke mashtru pëndhonësin, sepse ja ke çu pëndhonësit për shembull një letër motivuese nga ChatGPT. Edhe ai lexon, fascinohet, sepse ka elemente të mira, mirë po është mashtrim. E vërtet, fatkeqësisht ka shumë prezencë të ChatGPT-s edhe në jetën tonë. Kisha dalë vetëm edhe të një temë për fond, Laminat kisha dashur me fol edhe për sindromin Down në tekstet shkollore, me qenë se është një temë goxha e ndihshme, duke ditur edhe ndjeshmërinë e kësaj kategorie. Qysh e keni lavuru juve, Laminat? Po, problemin e sindromës Down në tekstet shkollore, veçmas në tekstin e biologjisë, e kam trajtuar edhe në librin Pasionet e idiotëve, dhe para 5-6 viteve kam hasë gjatë leximeve kështu kurreshtjes, se si në tekstin shkollor biologjia për klasën e 10, për klasën e 9, 10, 11, 12, personat me sindromin Down kategorizohen në mënyrë shumë nënçmuese. Edhe i kam marrë një 3 terme që përdoren aty, edhe i kam zbërthy, i kam dekonstruktu. E para, janë autor shqiptar, biolog, që i thonë vetës autor, akademik, shkencëtar, ku ta diun çka, por fillimisht njerëz nuk janë, sepse qasja e tyre në raport me fëmijët me sindromin Down është qasja antihumane. Ai mundet me qenë akademik, mundet me fitu Nobel e Oscar, mirë po përderisa e përçmon një kategori të caktuar si personat me sindromin Down, që kjo nuk kategorizohet as si smundje, ata kanë vetëm një kromozom më tepër, që domethënë kanë një dashuri më tepër. Unë kam pasur në tekstin shkollor biologjia, personat me sindromin Down kategorizohen në nivelin e idiotëve. E para, e dyta, kanë sy mongoloid. Dhe e treta që jetojnë 10 deri në 15-16 vjet. Po, ka gjithmonë Të trijat janë të pasakta moralisht, shkencërisht edhe në aspektin human. Dhe unë kam hasë me njëherë, kom ulumtuj, kom gjetë një 2 shkencëtar gjenetist që kanë studiuar gjenetikën në Amerikë, dhe korespondencën që e kam me ta e kom publiku në libër, edhe i kom pyet ata, i kom thonë, shiko, në Kosovë, për sindromin Down mësojmë çështo. Me çto 3 elemente. Sa qëndrojmë këtu? Çysh është situata te ju? Thot Labinat, ju në Kosovë sistemin arsimor mësoni me verzion shumë vjetrum. Kjo në ashta ka funksionu deri dikon para 50 viteve. Tash jemi në një kohë periudhë krejtësisht tjetër, ku fal teknologjisë edhe shërbimeve në raport me fëmijët me sindromin Down, këto më nuk qëndrojnë, sepse në Amerikë deri në 60 vjet është parafërsisht mosha mesatare e personave me sindromin Down. Por ata edhe mund të plakun, ata edhe mund të pensionohen. Dhe imagjinoj nëse fëmija im ose ju i për shembull në shkollë, në një klasë, në një bank, e ka përballë një person me sindromin Down, edhe thash indikuar nga ky tekst shkollor që ja shpjegon një arsimtar shqiptar, kosovar,
në një plan program që Ministria e Arsimit e ka leju, sepse këtë tekst mbi 10 vjet ka funksionu të na. Autorët janë pagu, recenzentat janë pagu, shtëpitë botuese kanë fitu, edhe kërkush s'ka reagu, sepse ka qenë skandal. Ka qenë skandal, edhe imagjinoj kur dy persona në një bank, njëri është me sindrom tjetri jo, kur ky tjetri mëson në libër, në një simsimore që shoku i tij ose shoqja e tij kur ti bën 15-16 vjet ka me vdek, se s'ka e gjatësi më shumë. Plus përdoret në nivelin e idiotëve, domethënë përdoret shpreha idiot, person me inteligjencë të ulët mendore, që është fyse për ta, sepse është tjetër dimension për librin, që nuk është as pak e vërtetë, sepse ata në fusha të caktuara janë shumë zhvilluar, bile shumë më zhvilluar se sa njerëzit që nuk kanë sindromin Down. Edhe po ashtu përdoret klasifikimi etnik kanë sy mongoloid. Imagjinoj përdor e merr një popull, mongoloid, mongolët që njihen si popull edhe njihet historia e tyre dhe te përdor atë klasifikim etnik për me fy inteligjencën e dikujt. Edhe i thu ky është mongol. Domethënë është racist në thelb. Unë nuk e di çfarë backgroundi, çfarë kualifikimi, çfarë sentimenti human përveç atij akademik duhet me pas një autor për me ulshu deri në këtë skandal. Edhe me kalu 10 vjet nëpër gjithë ata filtra, edhe me pas hijeshtje inferioritet edhe qetësi. Na kemi reagu, edhe me të vërtetë është domethënë një demaskim total sepse të trijat janë të paqëndrueshme edhe është fyse edhe për vetë prindërit që kanë fëmijë me sindromin Down, ata meritojnë mbështetje të jashtëzakonshme morale, shoqërore, institucionale, edhe dihet me çka ballafaqohen shoqërinë tonë, edhe në fund me u portretizuar në këtë mënyrë kaq skandaloze dhe kriminale dhe antihumane është me të vërtetë e pafaqshme. Teksti mundet më redaktu me ardhi botim tjetër, mirë po këta autor nuk duhet më u lanë pa përgjegjësi. Mirë po fatkeqësisht po jetojmë në një shoqëri që edhe vetë Ministria e Arsimit i ka arsyetuar sepse i ka promovu. Ja, vërtet. Unë e shoh si problem mënyrën se librat, tekstet shkollore nuk përvetësohen, pra duhet përvetësohen, vali. Duhet që çdo herë të kemi ndryshime në tekste, duke ditur se si po shkon bota, sa shpejt me sa hapa të mëdhej kalohet nëpër botë. Pra, e ndërkaq që neve mësojmë për shumë sene që në botë tashmë janë veç të harrume ato sene, sidomos në tekstet të biologjisë, të kimisë që ka avancuar shumë, e ndërkaq që edhe në shumë shkolla as laboratorët nuk funksionojnë, fatkeqësisht, janë si klasa ato, po nuk funksionojnë, nuk praktikohen. Në bazë të informacioneve që kemi marrë neve në terren dhe që kemi pasur si gazetar. E vërtet, po për të përditësuar tekstet shkollore duhet punë, duhet industri, duhet resurse njerëzore, duhet metodologji, duhet njerëz adekuat shkencëtar, pra do në punë dhe do në investim. Kështu që këta nuk bojnë përditësime sepse thjesht nuk kanë as vullnet, as dije për me bërë një përditësim. Me ndjekat hapin atë trendin e zhvillimit shkencor në botë. Por se ka mjaftueshëm referenca dhe sot po jetojmë në botën e mediave, ku shumë lehtë mundesh mu informu për çdo avancim edhe përditësim të ri. Mirë po, këta domethënë vetëm e riciklojnë, e riprodhojnë njëri tjetrin, vetëm as viti edhe mbeten shumë brapa me narracione edhe me shpjegime që janë tërësisht domethënë klishe edhe primitive, edhe sepse shtëpitë botuese janë shndruar në industri fitimi, funksionojnë me logjikën e profitit. Dhe fatkeqësisht shtëpitë botuese edhe Ministria e Arsimit nëpërmjet autorëve të ndryshëm që i përdorin si instrumente, i instrumentalizojnë autorët, ata thjesht arrin fitimet majme, mirë po nuk i intereson opinioni publik as e vërteta. Se këtu është problemi që po mësohet e pavërteta, po mësohet propaganda, miti, iluzioni, është produkt edhe stereotipi është produkti i një teksti shkollor. Na po edukojmë gjenerata, domethënë me këto probleme që i është dashur vetë shteti edhe vetë sistemi i arsimit me zhduk, me eliminu, na po i promovojmë, domethënë po e bëjmë të kundërtën, që është fatkeqësi shumë e madhe, prandaj derisa nuk rregullohet arsimi dhe kultura me një vend, asnjë fushë tjetër s'ka me u përmirësuar. Ne urojmë që shumë shpejt ti kalojmë për gjitha këto probleme sociale, sidomos këto me tekstet shkollore. Lamina, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodesa, ndajmë të gjitha këto informacione që juve na dhatë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi edhe për mua. E të nderuar shikues të Infodesë, po përmbyllim këtë emision e neve do shihemi nesër në po të njëjtën kohë.